Me qëllim për mbushjen e kërkesave gjithmonë në evoluim të botës së komunikimit, Alp Telekom dhe Eagle Mobile prezantuan mbrëmjen e kësaj të enteje, imazhin e ri të kompanisë si dhe risin më të fundit të saj në fushën e teknologjisë. Në mbrëmjen gala, drejtoresha e grupit të marketingut Floreta Zhulali prezantoi këngëtaren Elvana Gjata si imazhin e ri të fushatës publicitare, si dhe spotin e ri të kompanisë. Në përzgjedhjen e imazhit të ri të Alp Telekom jemi kujdesur për shumë element. Na duheshte diçka që të ishte e fuqishme, fort, një figurë dinamike, një personalitet që të përfaqësonte po atë dëshirë si sjellse që ka një kompani që ka kaq shumë vite në tregun shqiptar. U gëzova shumë kur mora ftesën, sepse kjo kompani në fakt ka qenë pranë meje prej shumë vitesh. Është një nga ato kompani që rinovon, përmirëson, thjeshtëson atë që për ne është si frymëmarrje komunikimi. Ndërkohë, për të qenë sa më afër abonentëve të saj, drejtori ekzekutiv i Alp Telekom dhe Eagle Mobile Erkan Tabak prezantoi dhe risin më të fundit të kompanisë Alp TV, i ofruar përmes teknologjisë së avancuar IPTV, e që i tha vetëm përmes një linje telefonike nga Alp Telekom. Fixed mobile internet and cloud services. 12 muajt e fundit janë dëshmia më e mirë se shqiptarët besojnë te ne dhe e kanë bërë Alp Telekomin zgjedhjen e preferuar për telefoninë fikse, celulare dhe shërbimin e internetit. Ne jemi të mirë në të gjitha drejtimet në fakt, por ne nuk do të ndalojmë këtu. Sonte jemi shumë krenar të prezantojmë shërbimin modern që është televizioni IP, shërbimi televiziv nëpërmjet internetit që ju do ta dashuroni. Do të jetë diçka e re për të gjithë tregun, por dhe për stilin tuaj të jetesës gjithashtu. Nëpërmjet Alp Telekomit me televizionin në telefonin tuaj apo në zyrën tuaj, deri më sot televizioni ka kontrolluar jetën tonë, por nëpërmjet Alp Telekomit ju do të kontrolloni televizionin, duke qenë një prej kompanive më të mëdha në Shqipëri. Alp Telekom është duke kontribuar për rritjen ekonomike të këtij vendi dhe ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë. Me të vërtetë ne jemi këtu për të qëndruar. Alp Telekom numëron sot rreth 1 milion abonent të telefonisë së lëvizshme, asaj fikse dhe abonent të shërbimit me brez të gjerë.